I them studentëve, çfarë mendoni ju, çfarë i duhet personit duke përdorur një sinonim? Edhe vim tek sinonimet, pantoflat, lëpitkat, taftet i themi ne të Shqipërisë mesme, po, Shqipëria mesme. Në fakt asnjërin prej tyre. Zonja është duke gatuar dhe thot shapkat zoqt nga frigoriferit i fus tek uji që po vlon. Pra, llojin e zogut i quhet shapk. Këtu që kemi tek homonimet, dhe homonimet marrin kuptim nga konteksti, ku ato përdoren. Pra, dhe vazhdoj t'ju them dhe juve, e kuptoni sa shumë na prish puna e monitorit shpeshherë na ngatron me njerëzit duke mos kuptuar, duke na shmangur kontekstin ku zhvillohet diskursi. Unë doja të futesha pak më shumë në të thella që u shërben ndoshta edhe nxënëse që kanë provimin e maturës, nuk e di, po unë do ta bëj kështu për kënaqësinë time intelektuale këtë bisedë. Egoni ka një shëllim të vetëm sot, nxënësit e maturës. Nxënësit e maturës. Notën a është metafora mjeti ose arma metaforikisht pra më e fortë që ekziston në gjuhë? Metafora është shumë e fuqishme sepse zhvendos kuptimin. Dhe unë mendoj që metafora shpeshherë rregullon komunikimin. Më fal që të ndërpres. Nuk e kam thjesht për kuptoj për metaforën si emërues i përbashkër i të gjithë, po them. Atëherë, metafora është një nga pra edhe epiteti quhet metaforë dhe alegoria quhet metaforë edhe nuk e di. Në një kuptim më të gjerë. Jo, mos bëjmë gabime. Jo, në një kuptim më të gjerë, po them. Pra Okej, mas jaro se s'po duhet futem më shumë. Atëherë, këto që ti përmende, epiteti, alegoria, epifora, metafora, hiperbola, panalepsa etj. Janë figura të stilistikës dhe kanë të bëjnë të gjithë me mënyrën e komunikimit, kryesisht në tekstin poetik dhe pastaj janë zhvendosur nga teksti nga letërsia tek e folura e përditshme. Metafora quhet mbretëresha e figurave dhe në një farë kuptimi ajo shumë e rëndësishme sepse zhvendos kuptimet. Që do thot, nga kuptimi i parë kalon kuptim të dytë, të tretë e kështu me radhë. Dhe në rastin kur themi më iku truri, ne kemi përdorur një metaforë. Edhe kur themi që edhe kur themi dielli qesh është një metaforë dhe padyshim që metafora është mbretëresha e gjithë figurave, sepse nga ajo fillojnë të zbërthejnë, të lindin edhe figura të tjera. Dhe unë metaforikisht dhe metonimia që është shoqja e ngushtë e metaforës është shumë e rëndësishme, është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse zhvendos kuptimet. Por duhet kesh parasysh që metafora merr kuptim brenda një konteksti të caktuar dhe në një bashkëbisedim të caktuar dhe bashkëfolës i cili të jetë në nivelin tënd të kuptuarit. Që do të thotë, unë metaforikisht flas shumë kollaj dhe shumë lehtë me një shqiptar, me një të huaj që e di shumë mirë shqipen, por e kam të vështirë të përdor metafora me një të huaj, për shembull, thati ti thuash një të huaj, një shprehje metaforike të tipit gushtogun, që në fakt është, ai thot ç'a lidhje ka gushti me gunën, por është një kontekst shqiptar që ne na shoqëron dhe e kuptojmë këtë gjë. E di çfarë më kujtove, tani ka shumë faqe në rrjetet sociale që i marrin këto fjalie dhe i përkthejnë në gjuhë të tjera duke parë se si do të jetë kuptimi i tyre dhe realisht njerëzit habiten se si nuk më vjen tani diçka konkrete, po është vërtet shumë interesante. Po ja, unë ju them ne zemër, të dashurit i themi zemër. Po hajt t'ja thush një francezi kër. Ai thot e kupton, pra stonon. Pse? Sepse fjalët lindin në kontekste të caktuara dhe bartin mentalitetin e popujve që i përdorin ato. Unë tani jam duke shkruar, po ne nxorëm një antologji me 100+ pjesë nga tekstet e abetarëve të parë 100 viteve. Është një punë shumë, na është dashur shumë të punojmë për këtë, sepse jo vetëm që i selektuam, por na është dashur të lexojmë mbi 100 abetare, jo vetëm që i selektuam, por e besoj vështirësi ka qenë edhe sigurimi. Ka dy burime shumë të mira. E para është biblioteka kombëtare, është jashtëzakonisht e pasur. Për fat kemi edhe bibliotekën, arshivën e bibliotekës së Elbasanit, që është po kaq e pasur, domethënë sigurisht jo aq e pasur sa biblioteka kombëtare, por që duke qenë që kanë punuar njerëz që e kanë dashur librin dhe gjuhën, e kanë ruajtur me fanatizëm.
dhe e pajisëm me një aparat bashkohor pedagogjik. Çfarë vura re? Që fjalët kanë evoluar shumë në kuptimin e tyre. Për shembull, do përmend vetëm 2 prej tyre. Fjala njësoj. Aty përdoret shumë, nuk thuhet mbledh zbres, po thuhet njëson. Dhe të dy veprimet i bën bashk. Edhe mbledhjen dhe zbritjen. Njësoj 2 + 3, njësoj 5 - 1 për shembull. Kjo fjala njësoj po zhduket, ka marrë kuptime është zëvendësuar me fjalë të tjera. Fjala shuku. Fjala shuku për klasën ose jo, ishte topi. Shuku tem. E bën Shuku tem ishte topi. Topi tem, për shembull, ai ishte shuku tem. Është fjala shuku. Unë po marr vetëm këto 2 fjalë. Po ndalem, nuk po futem fare tek sintaksa që është e mrekullueshme, është tipike shqipe, po marr vetëm leksikun. Disa shembuj edhe mund t'i sjellim. Fjalia ne në shqip kemi kryefjalë, kallëzues, përcaktor, kundërinor, rrethanor. Dhe fjalit janë të plota, siç fëmijët i duan. Vetëm se në ndryshim nga abetaret e mëvonshme, nuk e pasurojnë shumë kuptimin e fjalës, mbeten ke kuptimi i parë, ndërsa abetaret që na vinë pas 90-s sidomos kanë shumë kuptimësinë e një fjale. Të njëjtën fjalë abetaria e përdor në kontekste të ndryshme dhe fëmia fiton kuptime të ndryshme dhe dalim tek metafora që është një mjet lëvizjes për shumë kuptimësinë e fjalës. Pikërisht. Dhe ka kaq shumë gjuha shqipe duket shumë e pasur. Dhe realisht është e pasur, por sa prej kësaj pasurie ne kemi sjell ende sot e kësaj dite. Unë mendoj që ne nuk kemi pse të trëmbemi, e shpjegova edhe në fillim them, nuk kemi pse të trëmbemi sepse shpesh në pyetjet qoftë edhe këtë pyetje që bëre ti Viol, unë përballem me një lloj frike se çfarë po na ndodh sot me gjuhën shqipe. Po, diskutohet prej shumë vitesh tashmë. Po, diskutohet. Po këtë frikë duhet kenë edhe anglisht folësit, edhe spanjisht folësit, edhe sidomos italian folësit me cilën ne na rrihet veshin nga që jemi në një mjedis ku po miksohen gjuhët. Unë nuk trëmbem, sigurisht që nuk duhet të përdorim fjalë të huaja, flas në leksik. Leksiku nuk është që më trëmb shumë. Por ajo që mua më trëmb është ajo që në gjuhësi, sidomos gjuhësia bashkëkohore quhen code switching. Çfarë është code switching? Ky e godet gjuhën, ky lloj përdorimi e godet gjuhën në zemër. Pse? Sepse në strukturën e fjalisë së shqipes, pra në strukturën sintaksore dhe në përdorimet morfologjike të fjalëve, mbi vendosen strukturat e anglishtes. Dhe anglishtja është ajo që po bëhet më invazive në këto periudhë. Mbi vendosen strukturat e anglishtes. Pra ky lloj kodi i ri po e quaj unë, e dëmton gjuhën, sepse dëmton strukturën, e dëmton së brendshmi një gjuhë. Dhe ne këtë e vërejmë sidomos tek fëmijët. Unë do jap vetëm 2 shembuj. Përdorimi i parafjalës në shqip nga vetë emri, nga vetë emërtimi, parafjalë, për, vendoset ose me, vendoset përpara emrave, para fjalës. Në anglisht e kemi në fund, with dhe for. Dhe fëmijët sot po e përdorin with dhe për dhe me, po e përdorin në fund të fjalisë. Por po si se nuk ose s'po formojnë fjalin. S'po vjen në rast. Në kuptimin e tyre, në përdorimin ato janë okay, sepse kanë përkthyer strukturën e anglishtes. Strukturës së anglishtes i kanë përshtatur shqipen. Problemin e kemi ne. Do të thonë ato kanë problem, padyshim, po problemin na del ne me të kuptuarit. Unë dhe mami do shkoj në shkollë me. Unë do shkoj në shkollë me mamin. Pse ekziston kjo? Sigurisht. Në fakt kam parë komente. A vërtet ekziston kjo? Po ekziston tek gjuha e fëmijëve të klasës së parë dhe të dytë deri në klasën e tretë. I kam të listuara, këto janë vëzhgime. Për fat të keq nuk e dija që do orientohesh biseda këtu se do t'i kisha marr me vete vëzhgimet. I kam dhe me fëmijët që i kanë thënë dhe me moshën e fëmijëve. Sepse u bë një vit që bëj vëzhgime për këtë gjë në 3 shkolla, në 3 qytete të ndryshme, nga të cilat një pjesë janë edhe shkolla fshati, janë është më e pastër gjuha e fëmijëve në fshat se sa gjuha e fëmijëve në qytet.
është shumë e çuditshme dhe ajo që unë vëre Ndoshta është pikërisht mësuesit janë më të përkushtuar, janë më pak nxënës. Unë them që prindërit në fshat nuk i lënë fëmijët përpara televizorit ose kompjuterit ose celularit, aq sa i lënë në qytet. Tjetër, nuk kemi përputhje midis mbiemrit dhe emrit në gjini numëra, siç e ka shqipja. Për shembull, vajzat e vogla, vajzat e vogël. Është shumë e rëndomt. Jashtëzakonisht e rëndomt. Mos kaloj tek shumësat e fjalëve, si për shembull flamujt. Nuk ekziston. Flamurët. Është tërësisht gabim. Por sidomos të mungesa e lakimit. Po. Është e tmerrshme. Tani ndoshta juve këtë coding switching se keni vënë re sepse nuk i përkisni fushës, por unë që e shikoj me shumë vëmendje. Tek emra të paktën besoj të gjitha kemi vënë re. Është e gjithë tek lakimi. Nuk i lakojnë emrat, do shkojnë në shkollë me arbrin, do shkojnë në shkollë me arbër. Mbase dhe ne bëjmë ndonjëherë këtë gabimin për të ruajtur atë formën e emrit trendi që tingëllon nga anglishtja. Është me emrat që mbarojnë me zanore zakonisht, me Mario. Jo, është me të gjithë emrat, me të gjithë emrat. Më ka thënë Mario ose zakonisht me këto që mbarojnë me zanore. Po s'është vetëm Mario ja. Po nuk është vetëm me këtë. Është me të gjithë më ka thënë Joel për shembull, vaj me emrin Joel. Më ka do shkoj në shkollë me Joel. Marr me emrin Nikol? Ku mbeti? I thash Nikol. Nuk lakohet, është më çudit kjo gjë. Fola i thash Nikol, i thash ose do përdorësh, i thash Nikolës, meqense është më maskullor, i thash Nikolit. Megjithatë për shqipen, nëse Nikol është emër vajze, do thosh i thash Nikolës, jo Nikolit. Se edhe kjo është problem vete. Se ngjoj shumë emër Nikol me Po mund të kthej përgjigje Nikoli edhe të thoj që mos ma thuaj ashtu emrin. Nikoli mund ta thotë këtë gjë. Nikoli. Mund ta thotë edhe këtë që mos ma thuaj, por logjika, morfologjika e shqipes do që emrat të lakohen. Qartë. Dhe është emër, nëse është vajzë, është emër i gjinisë femërore. Por kjo ndodh kryesisht me emrat e huaj. Se me emrat shqiptar është më, për shembull, Era. Ne nuk themi i thash Era. Se themi i thash Erës. Po ndodh me emrat që na kanë ardhur. Dhe unë sot jam shumë e lumtur që po shikoj një tendencë për përdorimin e emrave shqip. Po ndodh kjo vërtet. Tek fëmijët dhe kjo më pëlqen shumë. Të gjithë librat që un kam për fëmijë kanë emra shqip. Dhe personazhet kanë emra shqiptar. Edhe emrat e bukur. Edhe prindrit tani kanë filluar që zgjedhin shumë bukur. Emra shqiptar, sepse ne kemi shumë të bukur. Po, e vërtet. Kroi, Drin për emrat, Era, Bora, mora 2 emra. Jona. Blin pra thash. Po. Drin. Mirë, do kthehemi tek librat, por do flasim edhe pak për gjuhën se kam ende gjëra. Kemi ende gjëra për të folur vetëm pas një shkëputje muzikore. Rikthehemi pastaj.